një kohë kur ndodhemi vetëm disa javë nga hapja e sezonit turistik të plazhit, një situatë shqetësuese raportohet nga banorët e Golemit, të cilët thonë se deti po zvoglon çdo vit më shumë sipërfaqen e plazhit në zonën e pishave të buta. Në një denoncim për redaksin ton, qytetarja thotë se askush nuk ndërhyn për të bërë diçka në mënyrë që të parandalojë këtë fenomen. Bashkia Kavaj bashkë me qeverinë flen gjumë dhe denoncuesi shton se gjithë situata ka mbetur në dorë të bizneseve, të cilat shfrytëzojnë akoma më shumë, duke vendosur vargje me gur çdo 50 metër, në mënyrë që të grumbullojnë sa më shumë rër për hesabin e vet. Vjen vera, 3 metër rër nga deti që ka mbetur qeveria e jep hoteleve buz detit, dhe ne banorët e zonës detyrohemi të blejmë një cop vend të shezlonet e këtyre bizneseve, pasi nuk lejnë asnjë pëllëm plazh publik, shkruan denoncuesja. Ajo thosë se situata është e ngjashme për kilometër të tëra, nga mali Robit deri ku zona ndahet me Golemin. Madje kur pedonalja është prishur disa herë, kanë qenë vetë bizneset ato që kanë ndërhyrë për ta rregulluar. Mirë për banorët, pyet njëri, po këto turistët që reklamojnë kaq shumë, me çfarë kushtesh do i presin? Pyet qytetarja, duke bërë thirrje që institucionet përkatëse të marrin masa të menjëhershme.